Mirëmbrëma miqtë on televizion, mirëmbrëma miqtë on tok. Sonde, sërish kam një mik të vjetër, koleg, mik të shumë emisioneve, por njëkohësisht edhe të bisedave jashtëzakonisht mira që është Pierin Mirdita. Piero, mirë se vjen. Mirëmbrëma Bes, faleminderit për ftesën. Asgjë Piero, është detyrë ime në përgjithësi që individ, persona, njerëz trashëgimisë kulturore, njerëz të një trashëgimie fantastike që ka Shkodra, t'i kem në emisionin tim edhe është krenari edhe nerë për mu. Pierin, është bërë një periudhë kohe që s'kemi qenë në emisione bashkë, por me thënë drejtën vetë po më thoje përpara, unë jam kujtuar, kam ardhur edhe ke Muzeu Kujtesës. Në shumë raste kemi sqaru, përfaqësu, ke pas edhe aktivitetet shumëta. Megjithatë, mos të duket rutinë, si me thënë kjo, por unë prapë një pyetje e kam fillim. Çfarë përfaqëson, kush është institucioni cilën ti e rrit, e përfaqëson, e drejton, po njëkohësisht ke edhe, si të them tash, ke edhe jo thjesht atë që ne mund të konsiderojmë respekt e dashni për punën, po një farë edhe pasionin për cilin pastaj edhe ne edhe mund të jetojmë në herë, sepse është bërë pak si zakoni keq Piero, me thënë që puna është rutinë, po shpeshherë edhe nuk është rutinë. Ka herë edhe kena edhe me pasion, edhe me një lloj. Dhe ti je për aty në djemve, burrave që atë punë që bën e ke pasion. Çfarë përfaqëson Muzeu i Kujtesës? Shiko, unë mendoj që njeriu në jetë një ndër fatet më të mëdha që mund të ketë është të bëj punën që ka qef. Ka dëshirë. Punën që dashuron, atë që ndoshta ka investu gjatë rrugtimit të tij, dhe mi gjitha atë ku ai njehet se jep me të mirën e vet. Absolutisht. Dhe që i shkon normalisht për shtat gjithë asaj që ka të bëj me formimin e tij, edukimin e tij, traditën familjare, traditën qytetare, traditën shoqërore, pra, asaj ku ndodha dhe si e tillë vendi i dëshmisë dhe i Kujtesës, nëse mund të them është një ndër institucionet, apo nuk mund ta quaj ndoshta thjesht institucion, është një ndër vendet i cili është pjesë e traditës identitare të qytetit e Shkodrës, pavarësisht se ne e dim lidhet me një periudhë historike e cila ndoshta përfaqëson në periudhat më të vështira që ne kemi pasur në historinë tonë bashkëkohore. Dhe ky vend pikërisht lini si tillë që të tregoj, të dëshmoj dhe të kujtoj pra atë çfarë ka ndodhur gjatë 50 vjetëve të diktaturës komuniste, pra në qytetin e Shkodrës, por normalisht po harrulla pjesën pra hapësirën që na rrethon. Normal. Ne e dim trashëgiminë që ka ai vend, aty ka qenë vendosur ish-dega e punëve të brendshme të qytetit, një institucion i cili ka përfshirë pra gjithë rajonin e Shkodrës, duke pas parasysh edhe pozitën gjeografike pra të Shkodrës, të zonës tonë që na rrethon, duke pas parasysh Shkodra pikë kufitare, pra port hyrëse e tjerë, duke pas parasysh trashëgiminë, traditën historike, qytetare, kulturore të Shkodrës, bani që Shkodra të ishte qyteti ku reagimi kundër komunist të ishte më i madh se gjithë pjesët e tjera të Shqipërisë. Dhe sa më i madh reagimi, normalisht është më e madhe do të ishte detyrimisht edhe represioni, edhe shtypja. Dhe si e tillë dega punëve të brendshme të qytetit Shkodrës, nëse e shohim në strukturë, në organik, ka qenë dega më strukturuar, pra, dhe më e madhe në numër e gjithë vendit tonë, historikisht, dhe si pasojë e kësaj ka patur edhe numrin më të madh të personave pastaj të cilët janë përdjekur gjatë viteve. Ajo çfarë ne kemi sot, tashmë më shumë se 10 vite ekzistencë, pra të vendit dëshmisë dhe Kujtesë, është pikërisht kjo, të tregojmë, të kujtojmë dhe të dëshmojmë pra çfarë ka qenë ajo periudhë, çfarë ka përfaqësuar ajo periudhë për qytetin e Shkodrës dhe mijëgjitha për qytetarët e Shkodrës, pra për njerëzit e Shkodrës. Dhe në qendër tashmë të aktivitetit tonë janë gjithmonë historitë tona, histori njerëzish, histori të cilat lidhen me përditshmërinë, histori të cilat kanë bëjnë me jo vetëm persekutimin, jo vetëm represionin, por edhe për rezistencën,
Pra, për tregu se qytetarët e Shkodrës, për tregu se shkodranët gjatë atyre kohëve, edhe pse ishin vështira, edhe pse ishin vitet më të errta të historisë tonë, pra bashkohore, kanë qenë gjithmonë aty, kanë tregu se ato i përkasin një qyteti, një shoqërie e cila kalon gjurmë të jashtëzakonshme në historinë e vet, dhe besoj se në një farë mënyrë me aktivitetin tonë ne po i japim përpara këto cilësi, po i tregojmë këto cilësi dhe sot vendi i dëshmisë dhe kujtesës është një aset i çmuar, mund të them, i asaj çfarë ofron Shkodra, jo vetëm normalisht në nivelin turistik, pra në nivelin e asaj çfarë mund të cilësohet si një vizitë e thjesht apo e shkurtër gjatë sezonit turistik e tjerë, por e qëndësishme, e jetueshme gjatë gjithë vitit. Piero, lejo që të tras me mënyrën time të kolegut. Ne kemi bërë dhe misione tjera, si që thash në fillim, dhe kemi prezentu, por ka një diçka. Shpeshherë thuhet me një lloj respekti, po dhe me një lloj s'po gjej fjalën e duhur, po themi me një lloj ngritje profesionale dhe emri tekniko-profesional, muze i dëshmisë dhe i kujtesës. Ndërsa ju vazhdoni të thoni vendi i dëshmisë dhe i kujtesës. Dhe unë e kuptoj këtë jashtëzakonisht mirë. Jo vetëm ti, po edhe shumë tjerë e din që edhe unë jam arkivist, jam muzeist, po themi, jam njëri i trashëgimisë, me vite e vite, dhe jam shumë i kujdesshëm kur flasë, sidomos nëse e kemi fjalën edhe për një vend të tillë. Kujtesa dhe dëshmia është e përbotshme. Dhe do flasim edhe për Simotrat, për shembull, sidomos njëra prej tyre që është fantastike në Poloni. Por që të bëhet muze, të rritesh në nivelin e muzeut është strukturalisht. Nga ana muzeale, dhe nga ana, si të themi, bashkohore e reperteve që janë brenda për brenda, një lartësi kaq e madhe, sa pastaj njeriu thjesht nuk do që të ketë më eksponatet dhe didaktikën, po themi, që ju e keni perfekt aty dhe ti vetë je perfekt për të shpjeguar. Po muzeu kërkon reperte shumë. Për të ngritur në këtë lartësi, di që ka disa plane, ka edhe për të bërë muze i vërtet, i strukturuar si muze, duhet falenderu shumë iniciativa për të ndërtu, absolutisht. Ato mundësi që ishin për ta bërë. Po për të çuar deri në këtë nivel, sigurisht ka disa plane dhe disa elemente të tillë. Mi po unë du prej te të më sqarosh, e para, ç'do të ndodhi nëse fillon kjo. Dhe e dyta, për të kthyer në muze kërkohet pak sakrificë shoqërore, popullore, për të prur reperte, për të prur. Shiko, po zgjatem me qëllimin e mirë. Kur ishim atje te muzeu bashkë me kolegun e përbashkët, Mirjukën, me të ndjerin, bile përpara se të vite e edi, me të Shimlikën, një ditë bukur, gjejmë para terës muzeut 3 motra stigmatine. Edhe po më shifnin kështu, motra i përqafume dhe i futëm mrenda të porrinin. Po që po pritni? Jo, po e presim, thot. Urdhëroni, do të shifni muzeun, ne duke bërë, si më thanë njerëzit e muzeut. Jo, ta kishim një problem tjetër, kemi pata dhe shohim prapë. Urdhëroni. Ata erdhën edhe thanë, ne kemi një piano, harmoni, këtyre vitit e këtyre, ne duam, e shikojmë që keni zhvillim shumë mirë, po paraqitet muzeu jashtëzakonisht mirë, po ruhen gjanat, po respektohen gjanat, duam që të adhurojmë. E piano harmoni që shefti aty që e kam nxjerrur në cilat kohë është e tynja. Ishte sakrificë, po ishte një mendim fantastik i këtyre motrave. E sollën është atje. Imagjino Piero tash çfarë sakrifice dhe mrekullie tjetër njerëzore duhet që të kthehet në muze duke pasur reperte. U zgjata pak më tepër se pikërisht desha që ta marr pak me amëlsi kthesën ose maloren, po theni.
Në këtë pikë të që, Fjero, pyetja është kjo. Shiko, Si do të qoj, si do të zhvillohet, çfarë do të ndodhi me vendin e kujtesës, e dëshmisë dhe kujtesës për të kthyer realisht në muzeet vërtet. çdo gjë në jetë është një rrugtim. Normal, patjetër. Ka një fillim, ka një zhvillim, e pastaj shpresohet gjithmonë që sa më gjatë, pra ky zhvillim të shtrihet në kohë. Vendi i dëshmisë dhe i kujtesës nuk duhet harru se ka lindur si një, le të themi, iniciativë shpirtërore Sigurisht. e njerëzve të mirë, le të themi, të Shkodrës, pikërisht për të kujtu dhe për të trajtuar atë periudhë historike. Dhe në asnjë vend tjetër të qytetit nuk do të kishte kuptim të ngrihej ndoshta një muze i tillë, po të mos ishte aty në atë lokacion ku është sot. Sepse është i vetmi vend autentik Vujtjet që ne kemi sot, jo vetëm në Shkodër, por në Shqipëri, në shkallë republike, pra që është hapur për publikun. Normal. Pra, nëse më lejon të them një krahasim tipologjik, por në përmasa normalisht krejt tjera, kjo s'diskutohet, është në këtë rast Auschwitz, ndoshta, apo Dachau, apo Mauthausen, kampet e tjera. Kthyer në muze. Të kthyer në muze. Pra, në atë mikron e vet, nëse mund shprehem kështu, edhe vendi i dëshmisë dhe kujtesës ka lind pikërisht si i tillë, pra në ngjashmërinë e këtyre vendeve, të cilët sot në Europë kanë një sukses të jashtëzakonshëm. Janë të konsoliduar në vite, janë të konsoliduar në vendet ku ato operojnë, janë të konsoliduar në raportet e brendshme shoqërore të vendeve ku ato zhvillojnë aktivitetin e tyre, dhe ai është një rrugtim që ka filluar këtu dhe 70-80 vjet më parë. Ne normalisht jena në një fazë tjetër, jena në një fazë ndoshta embrionale, sepse sa po kemi filluar të ballafaqohemi dhe të trajtojmë periudhën tonë komuniste. Normal. Dhe ne e dim se sa delikate është kjo periudhë, sa e përditshme në një farë mënyrë është ajo periudhë, sepse duam s'duam ne, ajo është shumë e freskët. Kanë kalu 35 vjet, ne e dim se si funksionon historia, pra se çfarë rrugtimit bën historia si shkencë për të trajtu periudhat e ndryshme historike, dhe për një shoqëri si e jona, ndoshta ne ende nuk jemi gati pra të ballafaqohena në mënyrë të drejt për drejt me atë periudhë historike. Por ishte kamulje e madhe dhe ishte fat i madh, domethënë, dhe u bashkuan disa aktorë që kemi atë që kemi sot. Në një farë mënyrë duhet jemi të kënaqur që e kemi një gjë të tillë. Duhet thënë respekti, duhet treguar, evidentuar respekti ndaj kësaj iniciative. Por ne dim, siç thamë, që jeta ndryshon, vitet kalojnë, shoqëria zhvillohet dhe aktiviteti sa vjen dhe modernizohet në një farë mënyrë. Dhe këtu s'bën përjashtim as muzeet, por s'bën përjashtim as të lloj institucionesh. Dhe si e tillë besoj, shpresoj që do të kemi një punë shumë të mirë në vitet në vazhdim. Ka një projekt, jo thjesht një ide, le të themi, por ka një projekt, ka dhe një vullnet për ta çuar para vendin e dëshmisë dhe kujtesës, për ta ngritur aty ku i takon, dhe për të qenë një aset që do jap qytetit të Shkodrës, besoj unë në përshtypjen time me atë punë që është bërë pra në gjatë këtyre viteve, dhe me atë koncept dhe me atë ide që është përpunu, që Shkodra mund të jetë pa frikë në hartën e gjithë institucioneve të tilla të rrjetit evropian. Dhe kjo besoj që për ne do të jetë diçka e jashtëzakonshme. Vizioni është, vullneti është, mbështetja është, dhe kjo duhet na bëjë gjithve si shkodranë, si qytetarë të qyteti, të jemi krenar me atë çfarë po mendohet pra të ndërtohet. Por ndoshta nuk mjafton vetëm kjo. Sepse ne duhet kuptojmë se një muze nuk ndërtohet thjesht për 4 mure. Një muze nuk ndërtohet thjesht për një personel që mund të shërbejnë aty.
Një muze nuk ndërtohet thjesht për një grup të vogël interes njerëzish. Një muze kur ndërtohet një qytet është zemra një qytetit. Ne e dim që institucionet tilla, muze, teatro, galeri të arteve, pinakoteka, përfaqësojnë lartësinë e jashtëzakonshme intelektuale, historike, shoqërisë. Intelektuale, historike, identitare. E kështu me radhë. Trashëgiminë, heritage-in e jashtëzakonshëm. Gjithçka. Dhe unë mendoj që një muze i mirë është kur gjithë ne jemi pjesë e tij. Dhe jo më kot ti e the atë shembull, pra shembullin në këtë rast të 3 motrave që dhurune një objekt, një repert për muzeun historik dhe që vazhdon të jetë aty dhe i shfaqur për publikun, por unë do kisha shumë dëshirë se unë jam i sigurt që familjet shkodrane në këtë drejtim janë mjaft të pasura me objekte, me fotografi, me dokumente historike, me reperte të ndryshme. Dhe kam shumë shpresë që ato do t'jenë pjesë e kësaj, pra duke u afru tek muzeu, duke u tregu në një farë mënyrë të bujar me atë çfarë ato disponojnë, sepse ka një gjë, besi, një muze është gjithmonë në qendër, le të themi, të aktivitetit qytetar. Dhe normalisht një objekt merr vlerë pikërisht aty, sepse muzeet për këtë janë kriju. Në qoftë se ne shpeshherë kemi bërë dhe shembuj me njëri tjetrin dhe po diskutojmë dhe folme për Ljufici, që është një ndër muzeet më të vizituar në botë. Por në qoftë se e shohim çfarë janë Uficit. Uficit fundfullet është një muze i cili bazohet në koleksionin privat të një familje. Pra, i gjithë koleksionin që ajo familje në mesjet dhe në periudhën e rilindjes, pra siç ishin i Medici në Firenze, pra mblodhen, koleksionuan, blen, komisionuan etj, pa flasim për nivele të tjera, por në fundfullit janë pjesë e një familje dhe kështu duhet funksionoj në këtë sens edhe muzeu kujtesës nesër. Pra, çfarë ne kemi trashëgimi në shtëpitë tona, në familjet tona, aty marrin kuptimin e vërtet, aty do shfaqen për njerëzit, aty do të trajtohen nga specialistët, aty do të përmirësohen kushtet e ruajtjes, le të themi, të ekspozimit, restaurimit, pse jo, e kështu me radhë. Është një punë, duhet thënë, është një punë voluminoze përpara. Nëse flas vetëm për një aspekt, ne nëse duam të trajtojmë vetëm një çështje, unë them digitalizimi. Sa materiale kemi ne sot plot me mira, dokumenta arkivit, koleksione botimesh të vjetra, gazeta, revista, pra gjitha kanë rëndësinë e tyre dhe gjitha humbin normalisht nëse skalojnë në këtë proces i cili sot është jetik. Aq më tepër duke krijuar pastaj dhe akses për publikun e gjatë. Sigurisht, Pirin, të kthesh një muze të tillë, karakteristikave të tilla duhet në fillim pa hyrë ke niveli propagandës, për të respektosh historinë. Shkoda ashtu është, ka qenë kundërshtare e madhe e regjimit, dhe regjimi sigurisht kundërshtar i madh i Shkodrës përsa i përket këtë nivel. Sepse nuk janë më kot të burgosurit, pushkatuarit, shifrat janë forte. Janë kokë forta, nuk i shmangim dot. Ata që kanë kaluar aty në atë tek. Por përveç kësaj, tash me thënë të drejtën, Pirin, kemi bërë 35 vjet, ne duhet jemi më të qetë në logjikën tonë. Më të ftohtë. Më të ulur për sa i përket edhe një farë mënyre se të krijohet urrëti, ai që të ka persekutuar, edhe ai që të ka torturuar, edhe ai që të ka internuar, ai që të ka zhvlerësuar, të ka marrë pronën, të ka marrë këtë tash nuk është se mund të falet edhe qollaj. Por po themi, kemi shkuar në një distancë kohore dhe jemi më të qartë. Për ta pasuruar muzeun, patjetër që duhen repertet. Edhe repertet janë të ndryshme, janë fotografit, janë dokumentacioni që edhe nëse nuk do ta largosh nga shtëpia, duhet ta bësh të gjallë duke digitalizuar dhe duke u vendosur aty, si kopje reale. Po janë edhe sende personale, janë të njerëzve, janë botime të ndryshme. Por edhe zëri popullit që ka pas marrëzierat e tij, pushkatimeve në masë, që kanë dhënë armiqtë e popullit, duhet dalë atje, duhet dalë të gjitha këto. Dhe muzeu kështu është në këtë pikë. Unë jo pa qëllim të thash se gjitha kanë vlerë. Kanë vlerën e tyre. Ky është repert nga dy palë. Tash në këtë mes, kjo është edhe ajo që
kërkohet për të shkuar deri ke niveli i muzeut. Edhe po nuk ishte vetë populli i Shkodrës, po ata që janë më dashamirës në këtë drejtim, muzeu mbetet më i rrudhur, më impakt, më i vogël. Për të bërë i madh kërkon pikërisht këtë. Prandaj ja hapa si diskurs. Është pak delikat sepse sigurisht njerëzit e kanë plagët akoma. Absolutisht. Edhe normalisht ato plagë nuk është e lehtë, sigurisht. Por ama do të ishte diçka e madhe për shoqërinë, vlerë e madhe për shoqërinë për ta evidentuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Shpresojmë që edhe projekti të marrë rrugën e tij edhe të vendoset. Unë s'paku ndjenjen time e di që është një projekt i bukur, është projekt muzeal i mirë. Mos trim kuadrin, si më thanë, vetëm të projektit, që është i gatshëm, besoj janë edhe parat për ta ndërtuar, nuk e di se ku mund të jetë, ndoshta ka disa burokracia që duhen zgjidhur, po kështu me të vërtetë ky vend i dëshmisë dhe kujtesës kthehet në një muze fatmirësisht një dhe sigurisht i shtohet aty kolanës, aty zinxhirit, si të vargut të muzeve për të bërë atraktiv. Pirin, çfarë bëjnë turistat e huaj? Kanë ndjeni, marrin ndjeni, vinë me target? Shiko, Se pastaj po flasim edhe për të vendit, po për të huajt. Nëse futena pak në botën e të huajve. Po pra, pikërisht. Të huajt, sot jemi në vitin 2026, informacioni udhton në sekonda. Absolutisht. Dhe të huajt kur vinë në Shkodër, pothuajse gjithë janë të përgatitur dhe kanë një itinerar që do ndjekin vizje në qytet patjetër, por edhe se Shkodra ofron shumë. Faktikisht. Patjetër. Jo vetëm qyteti, Shkodra ofron jashtëzakonisht shumë Omni 360 gradë. Gjithë anët e saj. Por ne vërim që kur ato janë në Shkodër, ndoshta një ditë kanë të dedikuar flas për turistët individual gjithmonë, jo për grupet e organizuara, se ato kanë itinerare të përcaktuara, por po futen pak në botën e turistëve individual, në kuptimin fjalës familjar, çifteve etj. Ato një ditë ndoshta kanë dedikuar vetëm për qytetin e Shkodrës. Pra, turizëm kulturor. Pra, atë çfarë ofron qyteti me qendrën historike të vet, me lagjet karakteristike, banesat karakteristike dhe institucionet e kulturës, pra dhe me muzeet. Dhe ne këtë e shohim nëpërmjet dhanave që disponojmë pra tashmë nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet rrjeteve sociale, se çdo muaj kemi raportet tona të cilat na tregojnë sa njerëz kanë klikuar për shembull tek pika e muzeut në hartën, pra në Google Maps, sa njerëz kanë kërkuar për të orientuar aty, pra drejtime aty, sa njerëz na shkruajnë mesazhe, sa njerëz na klikojnë për shembull oraret e hapjes, çmimet e tjera. Dhe kjo në një farë mënyrë është e jashtëzakonshme, po ta shish gjatë gjithë verës, pra sa njerëz realisht kërkojnë informacion për të vizituar, pra për të arritur tek vendi i dëshmisë dhe kujtesës. Nëse trajtojmë pastaj tipologjinë ose periudhën, mund të them, të vizitorëve, të turistëve, ajo është e ndryshme. Sot Shqipëria është një vend i hapur, është krejt e kundërt të asaj çfarë kishte ai vend pra gjatë 50 vjeçare diktaturës komuniste. Vendi është i hapur plotësisht, njerëzit vinë nga gjitha anët e botës, mund të them që kemi pas njerëz nga gjitha kontinentet e globit, nga Australia, Azia, Amerikat, Europa, po atje edhe nga Afrika, gjitha rajonet e botës, dhe secili prej tyre vjen në një kontekst patjetër të ndryshëm. Duhet të thënë që ato njerëz të cilët nuk e kanë përjetuar komunizmin, nuk e njohin komunizmin ose nuk kanë një trashëgimi komuniste siç kemi pasur ne, janë në një farë mënyrë të çuditur, pra. Është më tepër europianët e perëndimit. Po flas ndoshta për francez, për holandez, për austriak, e kështu me radhë italian. Mund të kenë provuar në diktaturë djathtë, për shembull, djathtë. Fashizëm, për shembull, italian, po komunizëm jo. Dhe duhet patjetër ta interpretojnë, pavarësisht afërsisë tyre ideologjike, marrëdhënies tyre ideologjike. Ekstremet. Të muhabet kanë. Një mbrus përbashkët kanë, absolutisht. Shtypin dhunë, përdorimin e ideologjisë për të shtypur. Absolutisht. Por konceptualisht si janë, ideologjikisht dhe konceptualisht ato, për shembull, në ka rastis me shumë njerëz që vinin nga Hollanda, nga Belgjika, vendet e ulta,
apo nga Franca e tjerë, të cilët nuk e konceptonin dot se si ka mundësi që 2000 kilometra me tutje, pra në mes të Europës, në një vend të vogël si Shqipëria, ndodhin këto ngjarje. Pra ata nuk e konceptonin dot për shembull se në vitet 70 në Shqipëri arrestoheshin njerëz sepse dilnin te ura bunës për të bërë not dhe ndoshta merreshin me apo visheshin me akuza të tilla, tentativa ratise të tjera të tjera. Pra nuk e kuptonin pse gjithë kjo shtypje, gjithë kjo mohim. Ja, nuk kuptonin se ishte tentativa ratise. Tentativa ratise, pse duhet largohesh nga vendi jot në mënyrë ilegale, po themi të tjera. Dhe ndërsa ato thonin që shikoj ne në vitet 70 kishim këtë, pra rendisin disa gjëra dhe unë ja shpjegoja që pikërisht për çën si ju, atëherë shqiptarët përfundonin nolte kjo. Dhe në një farë mënyrët ato e vlerësojnë shumë, faktikisht e vlerësojnë shumë historinë tonë, e vlerësojnë shumë ato çfarë ne ekspozojmë atje, histori njerëzish, histori personale, e tjerë. Ndryshe është historia pastaj apo çështja me ato që vinë nga vendet që kanë përjetuar komunizmin dhe kryesisht vendet e linjes. Histori të ngjashme dhe shpesh herë ato kërkojnë të gjejnë ato ngjashmëritë, pra me atë çfarë ndodhte ndoshta në Gjermaninë lindore, në Poloni, apo në vende të tilla si Hungaria, Republika Çeke, Bullgaria, Romania, pa deri ndoshta në ish, pra deri në ish Jugosllavi, se kemi edhe shumë miq, po i themi vizitorë që vinë nga Malizi dhe nga Bosnia, të cilët kanë Kroacia, kanë përjetuar një gjë të tillë, jo në ngjashmërinë e gërsinë e folklorizmit ton, por edhe ato e njohin si periudhë historike dhe në këtë sens krijohet, le të themi, një kontrast i bukur, sepse janë feedback që ne na shërbejnë shumë për punën tonë dhe për vazhdimsinë tonë. Por duhet ndalem edhe te një aspekt tjetër i rëndësishëm, tek vizitorët që kemi pasur nga Amerika Latine. Dhe Amerika Latine ndoshta në rrugtimin e saj, në zhvillimin e saj ka pas histori të ngjashme të regjimesh, sigurisht. Dhe kastriste edhe provashist në Kini. Që vazhdon të ketë ndoshta, jo ndoshta, po edhe sot e këtë ditë. Edhe në ditët e sotme. Njeri bile shkoj në Amerikë. Po për drogë. Jera shkurt. Dhe në këtë sens, për shembull, kam kemi pas vizitor nga Kili, ndoshta, apo nga disa parasitësit e famshëm Argentina, të cilët pra kur shihnin hapësirën e burgut të vendit të Shqipërisë dhe të tjerë, pra gjeshin ngjashmëritë e jashtëzakonshme me çfarë ndodhte në regjimet e tyre, Pinochet apo e tjerë, të cilët kanë lënë edhe në Amerikën Latine, duhet thënë, një gjurmë të jashtëzakonshme, sepse regjimet pastaj besin në jetëgjatësinë e tyre kthehen ndoshta në mënyrë jeteset. Qartë. Kthehen në përditshmëri dhe kthehen në gjëra të në një farë mënyrë edhe si kanë ndodhur. Më thotë fakt ka dhe shprehje apo në Bonaparte, thotë për pushtimet, zakonisht do ta përdori edhe për këtë, edhe për regjimin. Se 2 vjet, 5 vjet është pushtim, ose regjim, pastaj fillon bashkëtesa. E ka thënë në një moment delikat, por është një thënie splendente e cila sigurisht ka brenda të vërtetën, edhe pse nuk na vjen mirë. Të dhem patjetër, pa diskutim, po kështu funksionon me sa duket. Po mirë, Pierin, problemi didaktik i saj, prezantimi i saj, shkollat, në një farë mënyre kthimi edhe ke nxënësit ose ke studentët në një pjesë të orës së mësimit, çka? Një nga vërejtet që kam, në pjesët e historisë. Më lejohet, në fundi gazetar jam, se do ta bëj veten kaq të larg historisë. Edhe sikur t'ja fus kot, ama mirë po ja fut kot ai. Por unë po mundohem që mos t'ja fus kot, të jem në rregull. Kjo pikë, ku ti sigurisht mban jo qëndrimin tënd, pavarësisht se është përpull mendimi jot me atë. Po je duke marrë një qëndrim shoqëror, një mendim kualitativ për një të kaluar edhe cila sigurisht ka lënë shenjë varra të mëdha. Është edhe pjesë didaktike, është edhe pjesë pedagogjike, sepse sigurisht do edukosh. Dhe do edukosh jo vetëm që mos të ndodhi më, po që mos të harrohet. Është pjesë e jona. Ne nuk da marrim tash i copet
45 vite, po që shkojnë 50 gati duke Nuk shqitet. nuk shqiten dot, a kupton? Dhe ti hedhim të që ti këpusim si kështu, a thu se s'kemi jetu në atë kohë, nuk kemi jetu. Pra, ideja është e tillë, didaktika që bëhet, ora e mësimit, si shpaqet në libra, si e kuptojnë. Se mirë turistat e kuptokan se kuptojnë, këta turistat tonë, fëmijët, që ndodh me to? Shikoves, nëse shohim planet mësimore, planet lëndore Ngjerë në sy. jam pjesë e tyre një farë mënyrë se për shumë vite Sigurisht ke bërë punën mësuesin. kam dhënë mësim në gjimnaz, në nivelin pikërisht ku kërkohet dhe impenjimi më maksimal, le të themi, i të rive tonë. Adoleshencën aty ku do zesh mend normalisht. Për thu, se bagati pra për të përballu me atë çfarë është niveli pastaj i fundit, por më i lartë i dijes pra universiteti. Po shohim planet lëndore mësimore të vendeve të Bashkimit Evropian, do ta filloj kështu. Në pjesën më të madhe të tyne, nëse shohim ato në Gjermani, rreth 70% e këtyre planeve, pra nga cilat rrjedh pastaj edhe teksti që i serviret nxënësve, është i bazuar pikërisht në diktaturat. Po se i kanë kaluar dy diktatura në pjesë të ndryshme të Gjermanisë. Apo në periudhat historike ku vendi ka pas ndoshta vështirësitë e më të mëdha. Sigurisht. Dhe nëse ne flasim sot për një vetdije të popullsisë gjermane, saqë të përmenden terma të tillë si Hitler apo nazizëm, të persekutojnë ata, merr. Ato fillon persekucioni aty. Kanë një turp të brendshëm për origjinën e tyre. Dhe këtë e kanë vurë në vite, pra në marrëdhënie me kolegë të ndryshëm e tjerë. Pra është ndaluar sot që edhe me një gjerman ndoshta të bësh edhe diskutime të tilla, pra kaq shumë ata ndjejnë në një farë mënyre pikërisht një turpit dhe të fajt për atë çfarë ka ndodhur në botë, pra në vitet e nazizmit. Vendet e tilla pastaj, siç janë Auschwitz, siç e përmendëm, siç janë kampet e ndryshme çfarosjes, pra që janë ndoshta tipike sot në Europë, të cilat janë muzealizuar dhe janë hap për publikun. Vende siç janë ishburgje të ndryshme në Gjermaninë lindore, kryesisht në Berlinin lindor apo në vendet e tjera afër Berlinit. Ato janë kthyer jo vetëm thjesht, pra janë muzealizuar dhe janë hapur për publikun, pra për treguar se çfarë ndodh, por janë institucione të mirëfillta didaktike, edukuese dhe mësimdhënëse. Pra janë pjesë e kurrikulave mësimore dhe planeve lëndore. Saqë është e vërtetë që shumë shkolla për shembull në Europë adoptojnë apo praktikojnë vizita në Auschwitz, sepse do plotësojnë kurrikulum. Kurrikulum patjetër, por në çfarë forme, në çfarë mënyre do thosh ti? Me tren. Qartë. Për ti përjetu në kontekstin e sotëm të asaj çfarë ndodhte pra gjatë. Ashtu i kanë çuar me tren edhe këta. Me tren i kanë transportuar në atë kohë dhe me tren do të vazhdojë transporti sot në një kontekst patjetër, por thjesht për t'i futur pak në atë botën e asaj çfarë ka ngjar. A jemi ne në këtë nivel? Ne për fat keq nuk jemi në këtë nivel, sepse në librat tonë të historisë dhe mund vjen keq që lana historisë. Mos kalohet pak si përcipta, sa nuk e di. Lana historisë, por edhe lana geografisë. Unë po lexosha një artikull para 2-3 ditësh të një pedagogu italian, pra në Universitetin e Bolognas në Itali, në departamentin e gjeografisë, dhe kishte bërë një artikull brillant për krizën që po kalon gjeografia si shkencë dhe historia si shkencë. Pra në një farë mënyrë kjo nuk është diçka që është vetëm e jona, po tashmë ka marrë për masa globale, por ne më së shumti se jemi një shoqëri e vogël dhe jemi një shoqëri që kemi nevojë faktikisht. Si për gjeografinë, por megjithatë për historinë. Dhe të them drejtën, historia kalohet në përgjithshmërinë e saj, kalohet shumë përciptash. Jo vetëm historia e periudhës së diktaturës komuniste, por gjithë historia marrën pra flas për nivelin e gjimnazit në tërësinë e saj. Nëse ndalemi në historinë e periudhës së diktaturës komuniste, ajo ka vetëm një kapitull në fund
të tekstit, janë vetëm disa mësime ku për cifra si flitet për atë çfarë kanull gjatë asaj kohe, aq sa mund t'i lejohet pastaj një libri të trajtojë në një kapitull, një autori me gjithë dëshirën e madhe që mund ketë ai autor, por çfarë mund trajtojë ai ndoshta në 5 apo në 6 nëpër 6 mësime dhe sa trajtohen çështje pastaj që janë thelbësore. Qartë. Sepse unë e kuptoj që nga njëra anë trajtohen çështjet e shtetit dhe ka në disa mësime, për thënë vetë, trajtohet arti, kultura, investimet, transporti, kjo. Ne nuk mohojmë do të çfarë është bërë gjatë asaj periudhe historike. Pra, investime infrastrukturore, nëse flasim për investime të mëdha etj, por duhet cilësuar që pjesa më e madhe aty në investime ndoshta janë bërë nga puna Jo do ndoshta po janë bërë, por më nuk mori kasmën Enver Hoxha ti bë, ai bë me ne. Edhe pa pagu parë edhe burgosit politik. Njerëzve të thjeshtë ishin të detyruar ditë shtunë apo ditë gjel. Absolutisht, edhe në aksion. Mos rrinin pushim, shkonin në para aksione të ndryshme etj, që mos futemi pastaj që këto aksione sajoheshin thjesht për xana dhe ditë të cilat kanë lidhje edhe me festa fetare etj, që mos Sigurisht. Mos më lëre atë si herë. Gjithçka ka kemi menduar në formë të tillë, po ideologjia kështu ka vepruar, por ne nuk mund të mohojmë. Dhe por to duhet tregohen pastaj. Qartë. Sepse krijohet ai precedenti rrezikshëm që të rinjt sot mendojnë që sa zhvilluar. Po nuk thash kot që ne duhet qetësohemi, që pastaj dalim këtu. Se po su qetësove, ndoshta edhe nuk e di, e i mushur me ne njeriu. Po do e mash një flamur. Do ta mashin. Ne nuk na intereson, praktikisht historisë duhet qetësohesh që ta bësh. Problemi është sepse duhet kthyer në didaktik edhe në kurrikul, edhe unë shpresoj, do ta marr përgjigjen për teje, që të vinë klasa. Ju thjesht marrin pjesën e propagandës. Fal tash, unë e kthej çdo gjë në histori, edhe ajo propaganda asaj kohe duhet kthyer në histori. Dhe këtë histori duhet ta mësosh efekti i parë. Efekti i parë është historia, që duhet mësuar. Efekti i dytë është që të gjithë edhe të vegjël duhet kuptohen që premisat e përsëritjes duhet ndalur. Sa bukur e pe, sa bukur Gjermanët, jo vetëm që po kanë turp tash. Në fund di kush i bën me turp Gjermanët, nuk i bën lufta. Lufta është luftë. I bën sterminio. Ajo i bën me turp. Kampet e përqendrimit i bën me turp Gjermanët. Jo lufta që kanë bërë. Lufta që kanë bërë çmenduritë e shoqërive kështu janë. Por ama derdhja e gjakut, sterminio, shkatërrimi, gjenocidi i bën me turp, sigurisht që e bën me turp. Po mirë, të vrasësh bashkombësin tënd, ta turtërosh bashkombësin tënd ideologjikisht. Çfarë është? Nuk është sterminio? Kjo duhet mësuar tash. Duhet të thënë që mos shkohet deri në këtë pikë, në këtë lloj. Pra, ideja ime është që mase na duhet një kurrikul tjetër, mbase më e qetësuar, po me aftësi jashtëzakonshme shpjeguese, gjatë që e plotson shumë mirë vend aty. Dhe mbase një farë mënyrë duhen dërguar klasat. Unë e di që vinë aty. Patjetër. Ne kemi shumë shkolla të qytetit faktikisht të cilat preferojnë të vinë në muze, të jenë pjesë e muzeut. Kemi marrëdhënie shumë mira edhe me jam i sigurt për këtë punë, pa diskutim. Edhe me disa, po them vetë, mësues të caktuar që kanë krijuar edhe grupe historie, pra klubi i leximit, klubi i historisë, klubi i letërsisë. Ne jo para shumë kohë më parë, pra muajin që kaloi, pat me një ekspozit për Martin Camaj, që një autor i cili ka lënë një vepër të jashtëzakonshme, trashëgimi, kundërshtar i regjimit, i arratisur nga Shqipëria etj, por normalisht atje ku ka qenë ai çështjen shqiptare nuk e ka harruar asnjëherë, pra edhe pse në mërgim po ka punu për Shqipërinë, ka shkruar për vendin e vet, ka lënë një vepër të pasur për vendin e vet dhe ne ishim shumë të kënaqur për shkakun sepse pjesë e aktivitetit, po pjesë të shëndësishme u bë për shkakun klubi i historisë i gjimnazit Osokuka. Dhe ata janë ndjekësit tonë shumë të mirë, po jo vetëm tonë, pra është e jashtëzakonshme sot shish disa gjimnazistë, pra të moshave të ndryshme, 15, 16, 17 vjeç, etj, të cilët ndjekin këto aktivitete në mënyrë të shëndësishme dhe janë pjesë e aktivitetit, jo thjesht si spektator,
por pjesë duke debatuar, duke diskutuar, duke marrë shënime kështu me radhë dhe duke në një farë mënyrë që ajo është e rëndësishme duke dhënë edhe mendimin e tyre, idenë e tyre se ne duhet kuptojmë një gjë si të rit do të jenë qytetarët e së nesërmes, do të jenë pjesa aktive e shoqërisë tonë dhe brezat këtë funksion kanë, pra kombet kështu ripërtërihen në rrugtimin e tyre, pra në ekzistencën e tyre. Dhe ne në qovë se i përgatisim këtë të rritë, sepse ne shpesher e themi, apo të rritë janë të pa interesum, të rritë janë kështu, janë ashtu. Shiko, të rritë shemullin e kanë të ne. Atëherë ne duhet t'i bëjmë një pyetje ndoshta vetes tonë si adult. Jemi ne jemi ne që jemi edukuesit e tyre, jemi ne që jemi prindët e tyre, apo jemi ne që jemi mësuesit e tyre. Absolutisht. Dhe këtu duhet jo t'i jepet faje ndoshta një triu 15 vjeç, 20 vjeç, 18 vjeç etj për mungesë, po themi interesi apo kurioziteti. Duhet ta fillojmë te ne. Pse ato të ri janë në këtë gjendje sot? Ky është një problem i cili është global, nuk është problem që vetëm ky ekziston. Ky moment ekziston shumë në Itali, në Francë, kudo. Të ndryshme, në Gjermani. Ekziston në gjithë botën, ndoshta edhe me problematika më të theksuar, se ç'mund kenë rinia shoqëtare, sepse dona dhe mbyll, ne kemi ende disa parime, ne kemi ende disa vlera, ne kemi kode morale, kode zakonore morale të cilat për ne janë shajta dhe të panegociueshme. Dolen këtë drejtime dhe shikë, mos ma merë për provokacion, megjithëse mund duket pyetje. Ti mundohesh aty të bësh morali evropian në këtë drejtim, apo moralin ton? Apo mundohesh t'i shkartisësh të dyja këtë punë? Pas njarove idenë. Praktikisht ne themi që do të shkojmë në Evropë dhe vazhdojmë të themi, po mu gati më duket një marrëzi bashkohore kjo punë, sepse ne jemi në Evropë dhe me dash ne na qesin jashtë, nuk na qesin dot. Edhe me dash në ta. E para, e dyta, në mënyrë demografike ne jemi në Evropë, se gjysmën e shqiptarëve do të temi batut më përpara, e kemi atje, Evropë është. Po dhe ne vetë jemi në Evropë, sepse ku do të jemi? S'mund ta hedhim pra, s'na çojnë dot në Afrikë. Edhe me dash s'munden. Sot më parë me avion më rrinë në Itali se normal. Në Tiranë me makinë. Se në Tiranë me makinë. Është më gjatë rruga. Në këtë pikë ka një koshiencë evropiane, e cila sipas meje nuk është e barazvlefshme me koshiencën tonë në kohën e regjimit dhe në përdorimin e raportin që kemi, sepse edhe regjimin e kena pas me si të them të jo evropian. E kemi pas të implementuar folklorizmin tonë edhe në ti si vepron në këtë lloj mënyre. Sepse shpesh janë jo kaq shumë të përputhshme në këtë rast. Vërtet, por duhet të bësh një lloj serfi midis tyre, pavarësisht se duhen respektuar të dyja. Shiko, unë mendoj që gjithë jeta është një ekuilibër. Qartë. E gjithë jeta është një e mesme, le të themi, ku ne duhet të mundohemi gjithmonë të notojmë, pra, të qëndrojmë. Dhe si tillë ne besoj që vlerat tona, atë çfarë ne kemi, përputhen jashtëzakonisht me vlerat europiane. Patjetër, pa diskutim. Sepse është një familje e madhe e cila në fundit nuk është se ka lindur sot. Qartë. Është një bum, mund të them, shoqëror i cili ka gjurmët e veta këtu e 2000, ndoshta më shumë vite më parë, nëse futen në kontekste pra të antikitetit, ne kemi qenë këtu dhe vazhdojmë të jemi këtu, pra të rrëthum, po nga ato popull të cilët janë autoktonë në një farë mënyrë në Europë dhe është kriju, le të themi, një bashkim vlerash që është habitatin e vet, por varësi pastaj të vendeve, të shteteve, të kombeve, disa dalin më të kulturave, religioneve, ndërhyrjeve. Patjetër, disa dalin më pa, disa dalin ndoshta më me pak në papronë, mendoj që sot Europa ka një krizë identiteti, të cilën po e shfaq në atë çfarë po ndodh sot, pra, në situatën jo vetëm politike, por në situatën shoqërore, ekonomike, etj. Besoj që Europa duhet të rikthej në një farë mënyrë
atë çfarë ajo ka pasur në gjenesën e vet. Dhe jo më kot, po të shfletojmë mrapsht, pra librat e historisë do të shohim që gjithmonë periudat më të ardha historike të Europës kanë qenë pikërisht kush? Rinascimento, Risorgimento, pra gjithmonë kur Europa ka bërë një farë katarsisi dhe është rikthyer në origjinën e vet. Por mos i ka rënë një herë dhe mos i ka rënë, po duhet më ra, po duhet më ra, do të jena në këtë moment. Në këtë moment mund të vërtet kjo ishte edhe thelbi i pyetjes, sepse sigurisht desha të dalë ke pyetja tjetër. Për të kuptuar që e gjitha ajo sakrificë dhe muzej që përfaqëson duhet të ketë një farë mënyre edhe, po themi, pasqyrën ose refleksin në këto 35 vite. Njeriu pret çfarë nxora. Ja, kreu e periudhë kohë, u myll në një farë mënyre, ka filluar një periudhë tjetër dhe duhet të them të nis për një, po themi, gjys banaliteti, por që është shumë interesant, dhe për me dalë pastaj me të marr pyetjen për pyetjen përfundimtare për këtë pikërisht këtë post periudhës. Shoh të afari A4 Rote, kam qef me i pak këtë Discovery ke italian, sepse anglishtja ime është diçka më emision British, është British-Amerikan. Shkojnë edhe këta dy drejtuesit, një është drejtuesi vërtet, por dy drejtuesit edhe gjejnë makina i riparojnë edhe i shesin, bëjnë kjo është. Të mësojnë si të futush. Po. Shkurt muhabeti, më moral që t'japin ata nuk t'jep kërkush tjetër, moral pune. Dakord edhe fitimi. Që fakt ne na mungojnë këto. Na mungojnë këto gjëra. Kishin shku në Amerikë dhe kishin gjetë një vend aty, kanë gjetë një makinë, ja paraqesin, kishin nevojë për kamja, për mos të zgjat muhabetin. Shkon mrapa po në Amerikë. Dhe thot, shko ke Juani, thot ky përgjegjësi i kësaj. Ke Juani po niset ky me kamë, se ai po ta rregullojnë, po punote ky Juani nga Guadalupe. Thot Juani, thot çfarë je ti? Thot çfarë profesioni ke? Inxhinier, thot jam inxhinier mekanik. Po, thot, dhe je duke punu kështu, po kështu, nga ke ardhë, kuptohet se nga kishte ardhë. Në kofima, Juan. Po mirë, dhe me note kishte marrë, pa. Ka i për toki shkreti për nejse, Juani, bukuri. Thot, po mirë, sa merje, thot aty ti? $1,000, thot, për nuk e kapja $1,000. Merja mirë, thot aty. Po këtu, duke rregullu kame, sa merë? Ta them, $4,500. Po, kthehet ky, po pse rrin ato huanat e tjera? Atje. Shko, Piero. Të shi unë, plaga jonë kjo është, dhe ka përqenë, por kjo plagë nuk vjen vetëm se po shkojnë, lexoj edhe Trumpin që thotë, qiko, janë kaq familje në... Ta kishtë adhanë disa shifra. Po, disa shifra, tipike, e nese. Nuk është vetëm se erdhi liria, nuk është se erdhe në u qartësu me ne, sepse po vjen e nesër me e ndritur. Nuk është vetëm se, por ka dhe një gjë, se duhet me vu mend edhe për asaj që ka kalu. Se pa vu mend për asaj që ka kalu, është pak e vështirë të projektohesh mirë në të ardhmen. Nuk më lufton do të thjesht $1,000 me $4,500, se kjo u kuptu. Në qoftë se do marrë $1,000 atje, dhe aty 4.000 do nisem ligi, sepse si shton italian do pajeze vale un'altra dhe marrën e punë. Ti si shikon vizën e sot me Perin, ke marrë një iniciativë që ti ikësh edhe ti vetë, të duket gjëja për të ikur, si refleksioni asaj kohe, si Shkodër sot, si Shqipëri sot, si Ballkan sot, në përgjithësi, sepse nuk ikin vetëm nesër. Ta themi drejtë. Gjithë ikin, a kupton? Kur ikin edhe italian. Problemi kush është që ka smundje këtë punë. Nëse se do ekzistonte koncepti mos ikjes, atëherë gjithë njerëzit do jetonin në Afrikë Lindore, ku është faq njeriu mendohet, pra. Jo, nuk ikshim edhe në atë kohë, a kupton, sepse ta fut te pluma, o shpinës ose njeriu fare. Emigracioni ka lind vetë me njeriu. Sigurisht. Pra, që në gjeneze kemi në embrion. Është diçka, pse? Sepse shpirti i njeriu, le të themi, mendja e njeriu, fantazia, ndjenjat, emocionet nuk kanë kufi. Normal. Nuk kanë kufi. Dhe italianët janë pak ndoshta siç po shembulli më i mirë. Me drejt janë pak me atë konceptin e breshkës, që e marrin shtëpinë me vete kudo që ato shkojnë. Por është edhe tjetra që guri ran
Në vend e vet. shën vend vet, apo Absolutisht. siç është edhe shprehja tjetër italianëve, profeta in patria, pra, që por kjo nuk do të thotë që për shembull, unë jam për atyre që kam ikë dhe jam rikthy, në kuptimin sepse në studimet e mia universitare i kam ndame pra mes Italisë dhe post Shqipërisë. Por ndoshta po, ikja nga një qytet si Firenze, ku unë kam shku para 20 vitesh dhe kam jetuar atje, ka qenë ndoshta mund ta them kështu në aspektin personal pak le të themi vështirë sepse Firenze është qendra Qartë. e asaj çfarë Është kapital kulture, sigurisht, qytet kulture, ashtu, është vërtet. Dhe është një qytet i cili të mush në gjitha drejtimet. Por unë sot t'jemi sinqert, në qoftë se ti do të më pyesje çfarë i sugjeron ndoshta një triut, apo çfarë sugjeron jetojmë në një botë për të thash, ju sugjeron ato $4.500 e rregullimit të kameve. Në një botë kosmopolite. Qartë. Dhe një botë e cila sot përjashton disa zona, disa rajone patjetër nuk ka më kufi në një farë mënyrë, pra sot njerëzit mund lvizin, mund shkojnë dhe mund gjehen mirë aty ku janë. Por po, një në sugjerimet e mia që ka qenë edhe me të rit, kërshi kur isha në kontakt përditshëm me ta, ka qenë ndoshta po pjesat e edukimit. Nëse flasim për pjesën e edukimit, unë ndoshta po e kam thënë që mundet me ka një alternativë apo një zgjidhje shumë e mirë, edukimin në një universitet të mirë, ndoshta parallimor, por kontributin pastaj që ne mundena me dhanë si e japim në vendin ku kena lind, nuk besoj se mundena me dhanë në vendet e tjera. Dhe këtu jam frymëzuar shumë për shembull dhe ne kemi bërë një ekspozit për të dhe kemi bërë një emision së bashku për të, për shumë njerëz të mëdhenj të Shkodrës, të cilët në vite të ndryshme, pra kryesisht në vitet 30, 40 para luftës së dytë botërore, studiuan jashtë dhe u kthynë për të dhënë kontributin e tyre. E dikush e psoi edhe në 45. Dhe një pjesë e madhe e tyre fatkeqësisht për atë çfarë ngjau pastaj e pagoi edhe me jetë, Por kjo do të ishte ndoshta një diçka shumë e mirë, sepse ne pretendojmë që Shqipërinë ta bëjmë, në kuptimin e fjalës, që Shqipëria një ditë bëhet dhe të jetë e barabartë pastaj me atë çfarë ne aspirojmë më së shumti, por siç rikthena pak tek pyetja jote pak më parë tek vlerat, atëherë duhet një miksim dhe një ekuilibër vlerash. Pra, me atë çfarë mund marret në Europë, se ne jemi të vetëdijshëm në Europë, në vendet perëndimore, edukimi, eksperjenca, gjitha janë nivele shumë më të larta se ç'mundena me pas këtu në vendin tonë dhe eksperjenca jashtë shtetit unë mendoj që është gjithmonë shumë e mirë. Por pastaj sa forcë kemi ne që pasi marrim atë çfarë duhet marrë në Europë për të kthyer këtu, kjo është pastaj pak ndoshta e diskutueshme. Jo se shqiptarët nuk duan të kthehen në Shqipëri. Këtë tjena sinqert, po a është gati ndoshta edhe Shqipëria, a jemi gati edhe ne që t'i presim ato që kthehen, sepse në një farë mënyrë pastaj krijohet edhe një thyrje e madhe mes atyre që janë jashtë dhe atyre që jetojnë këtu, sepse perceptimi atyre që jetojnë jashtë, pra në një vend tjetër, me ato që ne, për shembull, që jetojmë përditë, nuk është i njëjtë. Edhe aty duhet gjehet, besoj, një ekuilibër në mes të dhe këtu që ne nuk kanë lexuar mirë dhe politikën, por po themi historinë të kthyer në histori, politikën të kthyer në histori amerikane, e sidomos atë të John Fitzgerald Kennedy. Asnjëherë nuk e kanë marrë në mënyrë individuale, po jo në mënyrë shoqërore. Atë të cilën ai e ka thënë normalisht edhe që në diskursin e parë ti publik. Diskursin e parë publik. S'mendoni më tash që çfarë do japë Amerika, po. Çfarë do jepni ju Amerikës? Këtë nuk e kanë marrë përsipër, të shikë e bëj unë, akuzë edhe vretje. Se duhet vi një moment. Sepse duhet me ardhë një moment. Edhe ky moment nuk është se është larg, është tashi, është now. Edhe nëse themi që patjetër do bashkohemi me Evropën, unë atë e preva shkurt, sepse çfarë do na bëjnë na edhe në Afrikë, s'na bëjnë dot, s'na e bëjnë dot atë. O aty o s'ka vend tjetër. Kështu funksionon. Si të jemi të mirë, si të jemi të këqij, si të kemi plera, si mos kemi plera, si të nerim teshat në balkon, si mos i nerim në balkon, ne atë e kemi të garantuar. Ideja është se kur të na mushet mendja, që jo me refrektarizmin gati si në atë periudhë me cilin është ndërtuar edhe muzeu, ku ti jep ato leksione që duhen dhënë aty në nxënësve po dhe të ujve, duhet me kuptuar që edhe për hatër të asaj periudhe kohe, duhet me menduar një herë
Jo vetëm me pasqyrën kundra, po të çfarë mund të bëjmë ne. Duket sikur ky lloj idealizmi e përshfaqen si idealizëm dhe gati e kanë bërë armik. Një njeri idealist gati e konsiderojnë armik. Një njeri super patriot gati e armik, budallakët. Në këtë mes, Piero, pyetja e fundit në këtë emision, ne do bëjmë emisione të tjera është. Sot Piero Mirdita si njeriu i cili punon në një nga vendet më të respektueshëm që duhet të jenë në Shkodër, në trashëgiminë tonë kulturore. Është vendi i trashëgimisë kulturore jona, pjesë kulturore, jo vetëm historike. Si e shef qytetin e vet, si e projekton qytetin e vet. Çfarë mendon për qytetin e tij? Shiko, Shkodra gjatë gjithë historisë së saj, mi 2000 vjeçore, më besoj që janë pak të vendet që kanë mi 2000 vjet për të qytetërim të pa ndërprerje. Pra për tregu. Eksakt. Besoj janë pak ta. Shumë pak. Shqipëri, po gjithë Europën. Gjithë Europën, gjithkund. Se kemi shumë qytete antike të cilat sot janë zhdukur dhe nuk janë më, po Shkodra është ndoshta 500 metra me tej. Jo, është me motrat e mëdha, është me Athinën, është me nuk e di si qytet në Roma, Absolutisht. Dhe e ka një domethënie, e ka një përse e gjithë kjo. Pra ne nuk e shbëjmë dot. Ajo që ne thamë gjatë gjithë bisedës është se si ta çojmë në një hap tjetër. Sigurisht. Të bëjmë tonën. Jo vetëm të atyre që ishin para nesh. Si ta zhvillojmë. Por ndonjëherë Shkodra ngelet shumë, le të themi, në ato po përdor një term të huazuar nga periudha e diktaturës komuniste, në ato istikamet e veta, në ato llogoret që shpeshherë kur duket sikur mbrohet me shkreta, sikur po për ndryshim gjithmonë ka një farë ndrojtje, një farë frikët për ta pranuar, një gjë tillë. Ndërkohë që shpesh jeta sot është shumë e vrullshme. Vitet sot kalojnë shpejt dhe ne jemi dëshmitarë të saj. Pra, jemi në vitin 2026 dhe në një bisedë me disa miq, pra në fund vitit kalum, po reflektoj sa shpejt kaloi viti, po kalon pra se koha këtë efekt ka. Kohës mund t'i bësh çfarë do. E vetmja gjë që s'mund t'i bësh është ta kthesh mbrapsht. Eksakt. E vetmja gjë që s'mund është ta kthesh mbrapsht. Dhe duhet jemi të aftë të kapim mundësitë në ideja është të merë kohë aty përpara, apo e merë ti përpara kohën. Kujtohet një film me Robin Williams, Dead by Society, Carpe Diem i thot, pra. Një shprehje latine, romake, e cila thot kape momentin. Dhe unë shpresoj shumë që Shkodra dhe gjithë ne që jetojmë, kontribuojmë, japim më të mirën tonë në këtë vend, të jemi të aftë ta kapim dhe ta shfrytëzojmë momentin për ta çuar përpara këtë qytet. Unë besoj që Shkodra ka përtesë gjithmonë përpara. Nuk mendoj asnjëherë në një farë mënyre që Shkodra mund të themi që mund të kurret apo mund të s'po them ç'duket, jo, por Shkodra kjo është. Me luhajet e saj, me shfryrjet e saj gjithmonë ka ecë para, por duhet kuptojmë pra cili është momenti saj, sa të aftë jemi ne të kapim momentin dhe të kemi vizion dhe vullnet për t'i çuar gjanat e mira përpara. Shpeshherë jemi ndoshta siç the edhe refraktarizmi të ndar mendime, shpeshherë mbajmë flamuj të cilët nuk na çojnë. Shpeshherë tundim edhe kot edhe ma koptueshme. Eksakt. Ku duhet të ishim. Eksakt. Prandaj nëse bëjmë ndoshta një diferencë me disa vende të tjera, apo me disa qytete, pra se Shkodra ka energji, Shkodra ka të ri, Shkodra ka qytetërim, Shkodra ka traditë, Shkodra ka gjithçka. Nuk e themi as unë as ti. Në kuptimin është lehtësisht e verifikueshme. Absolutisht. Kudo që ne të shkelim pra në zonën tonë. Ajo që duhet është puna e një futbollisti të mirë bes. Po nuk u lidh talenti me punën, ai do ngeli gjithmonë incompleto. Si thonë italian, pra i papërmbushur. Do ngeli gjithmonë në gjys. Pra, nëse ne kemi gjithë këto që na i ka fal natyra, na i ka fal Zoti, na i kanë fal njerëzit e mëdhenj të këtij qyteti, atëherë ne duhet të punojmë fort mbi to
për ta çu. Dhe duhet menduar në shpeshherë, vi një brez tjetër mbase. Po duhet kemi jo thjesht ti edhe fëmia im, si më thon. Po duhet kemi energji tuaj, energjinë edhe ne për t'u dhënë, që të mendojnë për vendin e tyre. Për të punuar për to, sepse është, unë thash, është shumë kollaj sot për të thënë dikujt ik dhe largoj. Janë kushtet. Po janë kushtet. Sot për 30 euro ti shkon. Kuani më ta shpjegova si ishte puna ti. Por ajo që është e vështirë është si t'ja bindhim ne për të jetuar dhe për të punuar këtu, dhe për të dhënë një impuls dhe një gjurmë të re Shkodrës. Piero, këtë të paren e ke marrë ta kam dhënë, dhe kjo bën pjesë në një farë mënyrë në historitë e mia. Që janë gjithmonë interesante. Janë historitë e gjithë brezit tim, një farë mënyrë. Kurse këto janë historitë e parfyme që janë të Shkodrës, të arkivit. Ja, kjo është një nga kryeveprat e pasionit ke puna dhe kur përplaset puna me pasionin që je duke bërë. Puna ime ka arkivi Shkodrës ka prodhu disa si puna e ti. Edhe po ti dhuroj, sepse sigurisht e një nga ata persona... Knatësi dhe jam i bindur, sidomos për të dytin, sepse... Të parin ke marrë pjesë në atë ceremonit vogël, kemi qenë bashkë. Promovimit e të gjitha dhe është... Por kjo e dyta nxjerr në një farë mënyrë atë raportin që shpeshherë ka shoqëria me mos nxjerrjen e disa elementeve historik, të cilët nuk e di, mbase dikur ideologjia, mbase këto refraktarizmat që i shpik njëherë dhe Shkodra, i ka disa element vetë, nuk ka dëshirë të nxjerrë disa element që janë të shkëlqyer, por që nuk e di pse në periudhat ndryshme të kohës i duken sikur nuk janë. Ato në fakt janë prej arit, i kujtojnë se janë sermë, ose nuk e di, mbase edhe bakar. Janë aty, edhe të falenderoj. Me shumë përsi, faleminderit, është një dhuratë shumë e çmuar. Se jam i bindur për punën. Po tjetër, është një punë kolosale që është bërë atje, kanë dalë janë arkivat aty. Jam i vetëdijshëm për të, jo se ta them kështu në mënyrë publike para shikuesve, para publikut, por kjo është ajo çfarë jeti, sepse ti the pak më parë jam gazetar. Jo vetëm gazetar. Ja, historian, dakor. Aty është historian. Jo vetëm gazetar. S'po i them tjerat, po jo vetëm gazetar, se ke shumë cilësi të cilat ti ke zhvilluar në vite, në vende, në institucione. Atë ma kupto, Piero, e përdorim atë si sarkazëm. Gazetari është mbrojtja, po themi, edhe në qoftë dikush nuk është dakord me ty, ke gazetari i lejohet. Ke historiani, shumica më e madhe, 90% e njerëzve janë dakord me mua. Ato janë arkiva. Piero, unë të uroj që të kesh sa më tepër vizitor. Të uroj që të realizohet projekti i madh, kushdo që ta ketë marrë, duke filluar nga kryeministri e gjithë tjerët më poshtë, rëndësi ka, se kush e merë, rëndësi ka që të bëhet. Carpe diem. Edhe, po patjetër. Duhet patjetër. Dhe të kthehet në një farë mënyrë në atë vend i cili duhet të shkëlqej për nga demonstrimi i historisë. Demonstrimi i një historie e cila nuk mund të shlyhet aq kollaj sidomos në qytetin e Shkodrës. Duhet patjetër. Falenderoj për punën që bën, Piero. Edhe që ishe sonde me mua. Faleminderit ty, unë ta thash është gjithnjë kënaqësi biseda me ty. Jo vetëm para kamerave, por edhe jashtë kamerave. Pim kafen bashkë. Kemi shumë mundësi dhe shumë kohë për të shpenzuar bashkë, gjithmonë në të mirën e qytetit tonë, në kontributin tonë të vogël, patjetër. Dhe në kontributin tonë të përditshëm që ne japim pra në shoqëri. Faleminderit, Piero. Miqtë On Televizion, miqtë On Tok. Ky ishte takimi me Pierin Mirditën, përgjegjësin e vendit dëshmisë dhe të kujtesës në Shkodër. Unë jep takim me një ftuar tjetër për emrin tjetër, duke rifalenderuar edhe Pierin. Faleminderit.